Se të premten, në faqen time, do të kenë mundësi ta shohin të gjithë një dëshmitar që do të flet për vrasjen e Astrid Deharit. Do të flet dëshmi e gjallë, ku do të ftojnë nesër publikisht mëngjes edhe prokurorien, pas prezantimit vinë të marrin incizimet e plota. Tha për vrasjen. Po, të rastin e Astrid Deharit. Për rastin. Për rastin e Astrid Deharit. Okej. Ai tregon aty se sa ka ndodhur, se ka qenë i burgosur aty, edhe do t'rregoj. Ka fol para kamerës. Po, ka fol para kamerës time, që do ta prezantoj ditën e premte, me 5 qershor. Kështu që do ta shihni ato. Faleminderit. Po këtu s'ka as prokurori, si me pas prokurori, me të fol ty një deputet, si Hysem Berisha në parlament, edhe me tonën se Armënor Deharin e ka vëra Fitore Paculli dhe mos mu marr me ta, çka i bjen kjo? Kush e ka kap këtë prokurori? Kush e ka kap? Hysem Berisha akuzon direkt me emër me emër vrasësin e Armënor Deharit. Thotë është Fitore Paculli. E ka thonë parlament, nuk është marrë kërkush me ta, e tha edhe javën e kaluar në televizion. Prap nuk merret me ta Fitoria, prap nuk reagon. Çfarë komenti do këtu? Po aludon që edhe në këtë Jo s'po aludojë në kurrë. Do të përmendet Veç po i citoj fjalët e Hysem Berishës në parlament dhe në televizion. Dhe gjykata nuk, as prokuroria nuk po e thirr, dhe Fitoria nuk po. Dëshmitare ka me fol me emra. Po, dëshmitari ka me fol me emër. Në mbi emër është CD-ja e gjatë. Jo njerëz publik që njihen në skenën politike. Pjesë e prokurorisë është ajo. Pjesë e prokurorisë, ne kemi tregu ato çka është për popull, pjesën tjetër do të mbetet për prokurorinë. Ditën e premte kanë me po ato. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi. Mirupafshim.